e kaluar gjysmë e rësire dhe zemra nga dhimbja thuajse i zhdërmuar, kur re të zeza largohen, shfaqin thellësinë, një ditë e mrekullueshme me gjetje me Kur'an në duar. Këtë libër mrekulli e bëra mik të shpirtit, sa shumë e zbukuron jetën, nuk kam fuqi ta them. Me nur i mbështjell të gjitha stinet e vitit, një zemër e përveluar në tingullin e tij defren. O ju që nuk besoni, po ta kishit kuptuar, lumturinë që fshihet në të ndritshmin Kur'an, shpatën do e gjveshnit për të na luftuar, për të na e grabitur atë përjetim gjigant. O ju që paranë, aq shumë e shpenzoni, në udhëtime të gjata jetën për ta shijuar, ta shfletoni Kur'anin, përse nuk e provoni, se aty do ta gjeni atë çka u ka munguar. Kur i sheh lumenjtë që me dashuri po rrjedhin, kur dëgjon bilbilat që me pasion këndojnë, thuaje nga shpirti o Allah faleminderit, që të rrethuar nga mirësitë ekzistencën po e shijojmë. Mos ndodhë që t'ja lejosh gjuhës të ankohet, sepse bukurinë të merësisht e shënton, po nuk u mësove nga e pakta të jesh mirënjohës, e shumta të rrit mendjen në humbnere të shkatëron. Një falënderim i me gjithë shpirtshëm ndaj Allahut fuqiplotë është gur i çmuar në kështjellën e lumturisë, është mirim i madh të devijosh në këtë botë dhe të humbësh begatitë e pranverave të përjetësisë.